Në mjediset e shtëpisë së kulturës në Prizren, sot është organizuar eventi rëndësishëm mbështetur nga Dhoma Koblencit në bashkëpunim me Dhoma Kombëtare Zejtarëve të Shqipërisë dhe Oda e Ndërmarrësve dhe Zejtarëve të Prizrenit, me moton nga e vjetra drejt modernës, ku me këtë rast për këtë organizim foli zonja Rezarta Ajazaj nga Dhoma Zijeve Koblenc dhe drejtues të zyrës së projektit të partneritetit Shqipëri-Kosovë dhe Dhoma Zijeve të Koblencit, e cila me këtë rast duke folur për këtë projekt partneriteti ka veçuar faktin se ky është organizimi i parë e të këtilla organizime pritet të bëhen edhe në të ardhmen dhe pastaj vazhdoj. Unë jam nga dhoma, përfaqësuese e dhomës Koblencit në Shqipëri dhe Kosovë, në bashkëpunim me dhomën kombëtare të zejtarisë në Shqipëri dhe me Odën e Ndërmarrësve dhe Sipërmarrësve, Odën e Prizrenit, ne kemi këtë projekt 3 vjeçar në mbështetje të zejtarisë në 2 vendet tona, në mbështetje të arsimit, kualifikimit profesional dual. Sot aktivitetin ja dedikojmë sektorit të tekstilit. Është një aktivitet i parë në Prizren, por shumë i rëndësishëm, pasi kemi sjellë bashkë artizan, përfaqësues të sektorit të tekstilit dhe artizan nga Shqipëria dhe nga Kosova. Ky aktivitet shkon në dobi të përmirësimit të imazhit të këtij sektori në të 2 vendet tona dhe krijon platforma bashkëpunimi me të 2 vendeve tona. Motoja jonë e projektit është Crafting a Better Future, pra formsojmë gdhendi një të ardhme më të mirë së bashku. Nuk është vetëm një slogan, por ne kemi bindjen që vetëm me punë të përbashkët, duke forcuar zejtarin, kualifikimin profesional dual dhe duke investuar në zhvillimin e mëtejshëm të njohurimve dhe të aftësimit, pra të kualifikimit, ne do të kemi mundësinë që të krijojmë një të ardhme më të mirë së bashku. Ky është aktiviteti i radhës dhe shpresojmë që të kemi aktivitete të tjera të rëndësishme në vitin 2026. Besoj që vendet tona kanë shumë potencial në potencial dhe traditë, pra dhe ne jemi përpjekur që dhe në këtë projekt të ndërlidhim traditën me të ardhmen, me inovacionin. Është shumë e rëndësishme që këtë potencial dhe këtë traditë ta nxisim më tej, ta promovojmë dhe pasi sektori është një sektor shumë i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të 2 vendeve tona. Kurse për këtë organizim foli dhe kryetari i Odës së Zejtarëve të Prizrenit Afrim Tejici, i cili tha se ky është një event që po e bëjmë në kuadër të projektit që financohet nga qeveria gjermane, gjëgjësisht nga Dhoma Koblencit, e ky projekt tashmë do të vazhdojë edhe për 3 vite të tjera, tha ai. Një event që do të organizohet sot nga tradita e vjetra në moderne, duke u falendëruar anëtarëve tonë të bashkëpunimit që kena me Dhomën Kombëtare të Shqipërisë. Ky është një projekt i përbashkët, i cili financohet nga Oda e Zejtarëve Koblencit, me të cilin kemi një partneritet pothuajse 20 vjeçar, ndërsa projekti është 3 vjeçar dhe me 2019 do të jetë një projekt i cili parashifet që nga viti 2019 ka qenë për 6 projekte, pastaj është hyrë deri në 2026 dhe 2026 do të jetë deri në vitin 2029, e cili projekt ka një befasi dhe zhvillime për sektorin e tekstilit dhe po ashtu edhe të argjentarisë. Ky projekt sot është vetëm për laminë e tekstilit, ku 7 pjesëmarrës nga Shqipëria do të prezantojnë sfilatën, po ashtu edhe 7 përfaqësues të Odave, Odës së Prizrenit, do të kenë mundësi të eksponojnë produktet e tyre, po ashtu edhe një sfilat. Për shkak të hapësirës të ngushtë, atëherë ishim të detyruar të kufizojmë edhe numrin të pjesëmarrësve, dhe unë shpresoj që edhe në të ardhmen do të kenë aksi evente në mënyrë që të avancojnë bizneset në përgjithësi të qytetit, po edhe të Kosovës. Në këtë event kaq të rëndësishëm prezantoi dhe kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i bashkëshuqëruar edhe nga nënkryetari Kujtim Gashi, ku me këtë rast kryetari Totaj për mikrofonin ton tha se ky event ka shumë rëndësi e sidomos është mesazh i mirë për qeverinë qendrore se neve na duhet bashkëpunimi. Unë do të jem në mbështetje të këtyre eventeve, tha ai. Po është rëndësishme që Oda e Prizrenit vazhdon të bashkëpunojë me Odën e Koblencit. Edhe kjo është një tregues i një qasje pozitive, një qasje bashkëpunuese, kurse në vazhdën e këtij bashkëpunimi sot e kemi edhe një sfilat dhe një panajër nga e vjetra në terren që tregon një qasje kreative, e cila lëviz drejt të res, mirë po në anën tjetër nuk harrohet e vjetra. Domethënë një korelacion nga ajo që është tradicionale në ajo që është moderne, edhe aty vjen shpreha pastaj intuita kreative edhe kreativiteti gjithë atyre që janë pjesëmarrës në këto.
natyrisht që erdha për t'i përkrah dhe për të dhënë një përkrahje edhe morale, po edhe çfarë do qoftë që ka nevojë, sepse duhet të kemi parasysh se kjo është një tregues që Prizreni është i hapur. Prizreni bashkëpunon me agjencionet apo në këtë rast me Odën e Koblencit. Dhe kjo është një model apo një tregues se si duhet të sillen të gjitha instancat tjera, edhe pushteti qendror i cili po e shohim që është i izoluar nga Evropa. Prandaj le të jetë ky një shembull i mirë, edhe shembuj të tillë të mirë do të ketë edhe më tepër në të ardhmen. Deti kryetarin Totaj dhe Zonja Ayazi e panelist ishin Afrim Tejeci nga Oda Ndërmarrësve dhe Zejtarëve në Prizren, Koli Sinjari, sekretari i përgjithshëm nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në Shqipëri, Fikrie Zymberi, drejtoresh ekzekutive e Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional, Kozeta Halimi, dizajnere nga Vlora dhe Lida Shehu, ku me këtë rast ata dhanë edhe sqarime për punën dhe angazhimet që i kanë bërë në kuadër të institucioneve përkatëse. Është një nën programi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ka për qëllim zbatimin e politikave të arsimit profesional. Do të thënë ne si institucion në nivel qendror kemi në menaxhim 6 qendra të kompetencës, që realisht janë institucionet të arsimit të mesëm të lartë, por në krahasim me të tjera, do të thënë me 69 sa ka Republika e Kosovës, që të tjerat janë në menaxhimin e komunës, këto i kemi në menaxhimin në nivel qendror. Dhe roli jashtëzakonisht është i madh i këtij institucioni, sepse domethënë qëllimin e ka gjithmonë që përmes biznesit, zhvillimit të shkatësive, të përgatitjes kuadro me kualifikime adekuate, domethënë sipas nevojave të tregut, dhe ne duhet të punojmë në drejtim, gjithë që ka dhe indikator matës. Për gjitha këtyne qendrave sa kemi profile të shumta teknike, të shëndetësisë, ekonomi, turizëm, hoteleri, ndërtimtari e tjera, pra sa janë krejt dikon 17 sektor, atëherë ngalem tek ky diskutim që e kemi sot, dhe më thënë nga 4 qendrat që i kemi ne nga 6, 2 kemi këtu në Prizren, që po i shkaf edhe drejtorin e zëve drejtorin, që i përshëndes. Dhe më thënë, 2 qendra në Prizren i kemi realisht, një kemi në Malishev, një në Skenderaj, një në Prishtinë dhe një në Terezaj. Kimet tona është praktika është gjëja kryesore që e mësojmë në shkollë. Po profesorët gjithmonë janë mundu me mësim online me na spjegu çdo detaj të profesionit edhe në emocional janë, që me thonë, peng, diçka që na nevojitet një eventarëme. Po kjo lidhja me sektorin privat si ka qenë? Lidhja me sektorin privat, po ashtu në profesorëve na kanë prezentuar në shumë dizajnerë si në Prizren, si në Prishtinë, që për neve, do më thonë, para 3 vjete ka qenë pak e vështirë me hyrë në treg, kur nuk kena praktikë. Po profesorët tanë na kanë prezentu aq mirë edhe na kanë vlerësu punën tonë, që ka bë pak ndryshim që edhe nxënësat e ri me pas hapësirë në për sektore private. Por me fillimin e ndërgjegjësimit të traditës, të kulturës, me rëndësinë që i jepet asaj, dhe duke mëshuar gjithmonë edhe në aspektin e tregut, se çfarë të kon tregu për t'i qenë sa më afër dhe për të sjellë produkte sa më autentike dhe të dashura për klientët, sepse ajo është, një klient duhet ta marrë atë produkt dhe ta ketë sa më të dashur. Sepse dim shumë mirë që produktet, klientët janë të veçantë, janë klientë që janë klientë të traditës, janë klientë konsumator që e duan me se s'bën dhe janë ata më kryesorët, por ka dhe klientet të cilët sipas më të nga mërzitshmëria apo dalin edhe bëjnë shopping, por këta nuk na interesojnë. Dua të theksoj se ajo që kam pasur gjithmonë, vizioni kryesor për të ecur një biznes sa më i suksesshëm, duhet të sjellë gjithmonë vizë të reja. Dhe ky është suksesi më i madh i traditës, ndërthurja e traditës me moderne.
bashkëtarisht e kemi nisë këtë lloj, si themi, projektit të krijimit të dhomave dhe të odave tona nëpërmjet ndihmës dhomës Koblencit. Dhoma Koblencit ishte para që dha këtë iniciativë, mos themi shumë vite përpara, 2 dekade përpara, dhe po të themi sot, në ditët e sotme, dhomat që kanë mbetur gjallë, ose që sot mbijetojnë në dhoma e Shqipërisë, në dhoma e Kosovës, oda e Prizrenit. Kështu që suksesi është i odës ose i dhomës së Koblencit, por gjithashtu edhe punës tonë për të ndërtuar ose për të zhvilluar këtë lloj sektori. Ku dhe u vizitua dhe ekspozita punimeve artizanale për të vazhduar me sfidat me punimet artizanale nga Kosova e nga Shqipëria. Derisa lidhur me këtë event, folën edhe Alena Iliasi nga biznesi Fiolena, Drenusha Morina, Gilma Bajrama nga Tradita Popullore Antoneta dhe Elizeta Hatiku nga Gjirokastra, njështër artizanale të cilat folën edhe për rëndësinë e këtyre organizimeve. Së pari falenderoj Odën e Prizrenit që na ka përzgjedh njërin prej bizneseve me marrë pjesë këto. Jemi shumë me fat që morëm pjesë në këtë event. Unë besoj që kjo ka rol të madh për Prizrenin, sidomos për neve të rive që na japin të drejtë me marrë pjesë në kësi vende. Këto vetëm se qyteti jonë ka shumë kulturë, ka shumë traditë, këto vetë se e ngritin edhe bojnë shumë më të veçantë qytetin tonë. Mund ta muri nin si për shembull modë, është shumë e rëndësishme që ta përtrim se edhe këta veshje që i kam veshur, ne i kanë veshë edhe më herët, edhe është që kulturën për tregojnë, traditat. A jeni të kënaqur që jeni tash në trashëgimse e traditës vjetër? Po jam shumë krenare që e kam mundësinë për mi vesh këto veshje dhe me reklamu qitë model që e kam veshur në sot. Një përparësi shumë e madhe për traditën, më jep mundësi të rinjve të gjithë të përfshihen dhe të japim një motivacion pozitiv për të përfshirë në traditën e cila është pjesë e identitetit kulturor. Ne si Tradita Popullore Antoneta prezantuam 2 veshje, por me shumë vështirësi për të zgjedhur nga mira, sepse ne kemi nga çdo krahin e Shqipërisë. Është kënaqësi e madhe dhe një merit e organizatorëve, palësi është gjithmonë një hap ky i cili edhe për ata të cilët janë të ngurtë në vetvete që deri ku do të shkojmë në njohjen e traditës, pra të traditës tonë popullore të shqiptare, deri ku do të arrijmë ne, është një mundësi për ta njohur dhe për t'i dhënë më shumë risi, për t'i dhënë më shumë zhvillim dhe për ta çuar sa më përpara dhe nga brezat edhe më të rinj edhe mund të them që në shkolla fillore dhe ato të mesme. E ndihmojnë shumë. Këto takimet si ky i sotmi e ndihmojnë shumë traditën për të njohur të dyja kulturat e të dyja vendeve tona dhe për të tequar më tej bashkëpunimet midis të dyja zonave etnografike. Prioritare është ruajtja me fanatizëm e të gjitha kostumeve etnografike shqiptare dhe kosovare dhe mbar shqiptare, ashtu siç kanë qenë, ashtu të përcillen dhe në ditët e sotme. Dhe kur ne bëjmë të tilla takime apo të tilla bashkëpunime, kemi mundësi që të shikojmë aty ku ne kemi mangësi dhe kemi nevojë për përmirësim dhe aty ku ne mund të marrim informacione burimore për këto kostume. Ndërsa për bashkëpunimin me Brezin e Ri dhe për ta çuar më tej janë ndërthurjet midis modernes dhe tradicionales. Ato të japin pak më shumë fantazi për që ti të kesh mundësi të krijosh dhe të kesh mundësi që Brezi i Ri, dashur pa dashur, me anë të këtyre motiveve që kanë kostume tradicionale, ta marrin në përditshmëri në një lloj mënyre më festive dhe më për mbrëmje gala. Kjo besoj se është gjithë thelbi dhe gjithë ajo çka ne duhet të përcjellim te Brezi i Ri dhe të nxjerrim si konkluzion në fund të gjithë këtyre takimeve. Okay, perfect.